një dyqan online pa sponsorizim nuk funksionon. Domethënë, sponzori është derivati kryesor i suksesit në dyqanet online. Dhe para pandemisë, për shembull, një engagement në Facebook kushtonte me centa, ndërsa sot ka shku me eura. Domethënë 2-3 eura. Edhe tash ajo funksionon në formën e ankondit dhe është çështje teknologjike, mirë po vetëm se ide po e përmendi. Domethënë, kush ofron më shumë e merr vendin për me ia shfaq produktin konsumatorit. Dhe sigurisht që ata që nuk paten buxhet, apo që edhe sot që nuk kanë buxhet mjaftueshëm, ngecin mbrapa me plasimin e produktit te konsumatori, rrjedhimisht edhe me shitjen e tyre. Kjo domethënë ishte sfida buxhetore që në fakt ushtu konkurenca për me zonë një vend në reklamën online, edhe konkurenca masajna e ka ngritë edhe çmimin, dhe jo çdo kush sot mundet me përballu shitjen online për shkak se është e kushtueshme sponsorizimi. Dhe pa sponsorizim vetëm lodhen kot.